Vjosa Osmani. Qëndrimi personal do shprehej në organet e partisë. A mendoni se merr tani mandat të dytë? Po do shprehej brenda strukturave të partisë, aty mirët vendimi, unë do të pajtohem me vendimin që mirët. Personalisht si vlerësoni punën e saj zotë Flemë. Mendoni se merr tani mandat dytë apo jo? Sot e kemi takimin, sigurisht tema kryesorë që është presidenti i Kosovës. A do Personalisht ta mbështetni Vjosën? A kishe pas në rekomandu të diçka? Po shumë në LDK që i kisha rekomandu. Për shembull, Meritor. Prezidentin Osmani, a keni vot ju për së? Në LDK se meriton. Prezidentin Osmani, a keni vot ju zotë Zemaj? Herë kom vot për njerëz të LDK për shumë nëse të vot për Unë jemi shpresë të me çështën e presidentës. A keni diskutuar për Vjosa Osmanin, a keni vot apo jo? Do të jo, s'kemi diskutuar për atë veçantë, por zgjedhjen e parit do të bisedojmë sot dhe pas takimit do të përmej deklarat formalisht. Keni informacione që ka ndodhur sot në takimin me skurt të çfarë takimi keni në nivel të Grupit kryesisë? parlamentar. Faleminderit.